Zonjë, ju falenderoj shumë nga zemra. Arrita të bëj bukën e dytë me tharëm, thot komentuesja fal teje. Në fakt, të falenderoj unë ty shumë nga zemra për përgëzimet që më jep, sepse këto janë komentet që unë vlerësoj më tepër në faqen time. Këto komente jo vetëm që vlerësojnë punën time të krijuar, por më motivojnë akoma edhe më shumë në krijimin e recetave të reja. Dhe të them të drejtën, kënaqësia ime më e madhe është kur njerëzit i gjejnë këto receta praktike dhe i përdorin në jetën e tyre të përditshme. Në faqen time ka shumë zonja dhe zotri të nderuar që më komentojnë shpesh dhe janë gjithmonë të palodhur dhe të pakursyer në vlerësimet e tyre. Sa që po të bëja një lista do ishte e pafund. Dhe përfitoj nga rasti që të falenderoj shumë nga zemra të gjithë ju që jeni të palodhur dhe komentoni gjithmonë pozitivisht në çdo recet, jo vetëm për faktin që i vlerësoni këto receta, por edhe për faktin që këto receta përdoren nga ju në familje, pasi familja është shumë e shenjtë dhe ne nënat e kemi për detyrë që ta ushqejmë atë sa më shëndetshëm. Urojmë dhe shpresojmë që Zoti na japi shëndet dhe vullnet që të krijojmë sa më shumë receta të reja.